Alors, je mange un sandwich, je le mange. Hakemi përdorimin COD, ça c'est complément d'objet direct. Je ferme la porte, je la ferme. Pra, unë e mbyll derën, unë e mbyll atë. Pra la, këtë rast është një COD, dhe që i përgjigjet pyetjes kë, kë e mbyll ti, pra derën. Je lis mes mails, oui, je les lis. Pra fakti që është shumë stu mail, atëherë përdorim pra le. Ndërsa në momentin për shembull që folja fillon me zanora, j'appelle Pierre, themi je l'appelle. Pra thirrjet. Ky la apostrof për shkak që folja fillon me zanore. Pra ky është përdorimi i thjesht i COD-s, complément d'objet direct. Ndërsa complément d'objet indirect, thirret kundërinori i drejtë që gjendet me pyetjen à qui. Për shembull, je parle à Mary. À qui tu parles? Hein? Themi je lui parle. Pra I flas asaj. Edhe je parle aux enfants. Je le parle. Pra, kë kemë përdor lui edhe le. Ky gjendet në pyetjen pra dhe në gjuhën shqipe në pyetjen kujt. Kujt I flet fëmijëve? Kujt I flet flasmërisë? Mirë, ky është përdorimi pra I complément d'objet direct edhe complément d'objet indirect në mënyrë të thjeshtë.